deklaratën e Neda Ballukut, është një traditë në fakt që gjyshërit shqiptar rrisin Niprit dhe mbesa. Fëmijët e fëmijëve. Mos ndoshta ka ardhur koha të reflektojmë dhe të kuptojmë që këto gjyshër meritojnë të jetojnë dhe të shojnë pleqërinë e tyre, dhe fëmia në fakt është një përgjegjësi individuale, po patjetër që mund të kërkosh ndihmë dhe të kërkosh ndihmë, por si e sheti këtë gjë? Domethënë publiku është ndarë në dy pjesë, mes atyre që thonë që kjo është një traditë shqiptare dhe është shumë e bukur, mes atyre që kanë mbështetur Neda Ballukun dhe thonë që po, ke të drejtë. Ti si nën edhe si sociolog. Po patjetër. Atëherë nuk mund të them pro se kundër për gjithë pjesën e deklaratës, por po ta marrim të shkëputur fraza idenë dhe logjikën e Nedës, vende qëndron, vende nuk qëndron. Sepse panorama është pak më e gjerë dhe është e vërtetë që ne kemi një traditë, kemi disa norma që duket se kur detyrojmë gjyshërit të bëhen prindër për herë të dytë, pra kjo është pjesa që unë për shembull nuk jam dakord që ti të detyrosh prindrit e bashortit ose prindrit e tu për të mbajtur fëmijët, sepse prindrit kanë jo vetëm një fëmijë, kanë 1, 2, 3, gjyshërit kanë shumë nipër edhe mbesa. Kështu që nëse gjyshërit kanë dëshirën e tyre, janë të mundur fizikisht, janë të mundur nga anda shëndetësore, mosha e tyre e lejon që të kujdesen për një fëmijë të vogël me orare part-time ose me orare tetorashe, kjo në varësi të kushteve dhe mundësive. Edhe nëse bie dakordësia le të themi midis palëve dhe kjo gjë vjen e natyrshme, vjen e vullnetshme, e vjen me dëshirë, nuk ka asnjë gjë të keqe, përveç se ka të mira dhe e ndihmon jo vetëm familjen e re, pra prindrit, vajzën ose djalin, por ndihmon edhe mirëritjen emocionale të fëmijëve të vegjël. Ndikon në mirëritje emocionale? Pa diskutim që ndikon, sepse fëmia deri në moshën 3 vjeçare, pra është periudha para se të shkojnë kopër, periudha e çerdhes, është ka nevojë për shërbim, ka nevojë për kujdes, ka nevojë për dashuri, ka nevojë për empati, dhe kush më mirë se sa një i njohur, i cili na ka rritur edhe ne, të cilin ne i besojmë, ka një traditë, ka një kulturë që përcillet nga brezi në brez, sepse në ditët që ne po jetojmë, pjesa e mosbesimit është bërë shumë e madhe, jo vetëm ndaj individit, por edhe ndaj institucioneve që ofrojnë shërbime edukues për fëmijët. Prindërit të rinj sot kërkojnë të rrisin fëmijë që i përkasin kësaj gjenerate dhe kësaj kohe, ndërsa gjyshërit i përkasin pak një mindseti tjetër dhe mos ndoshta kjo krijon përplasje. Nëse ruhet masa dhe nëse asnjëra palë nuk përpiqet të zvendçojë dhe palën tjetër, pra gjyshërit janë gjyshërit dhe nuk janë asnjëherë prindrit. Dakor, por gjyshërit kanë një dashuri të obsesionuar ndonjëherë që lejojnë dhe falin gabimet e fëmijëve. Por janë prindrit ata që i rregullojnë këto pjesë më mbrapa dhe mbajnë ato balancat. Idealja është gjithmonë në synim për të arritur, por jo gjithmonë është e mundur për të arritur.